Kryeministri Edi Rama ishte një ndër pjesëmarrësit e samitit në mbrojtje të demokracisë që u organizua nga qeveria spanjolle e Pedro Sánchez. Kryeministri që u përfshi në një përplasje të fortë dhe të ashpër me Donald Trump, jo vetëm sa i takon NATO-s, por edhe luftës ndaj Iranit. Samiti ka bërë bashkë drejtues të së-majtës botërore, por jo vetëm. Një pjesë e konsiderueshme të pranishmëve janë drejtues të fondacioneve të Soros kudo në botë, ndërsa nuk ishte si të mungonte edhe Alex Soros, që ka marrë drejtimin e fondacionit të themeluar nga George Soros. Madje përmes rrjeteve sociale, Alex Soros ka publikuar edhe një mesazh ku shpreh krenarin për organizimin e një samiti të tillë. Ishte një nder të mirëprisnim në Barcelonë, ai shumë lider dhe aktivist të jashtëzakonshëm për samitin e parë global progresist. Një takim i veçantë që mblodhi mijëra pjesëmarrës nga mbi 100 vende dhe organizata, shkruan Alex Soros në Instagram. Në anën tjetër, kryeministri Edi Rama në rrjetet zyrtare është treguar i kujdesshëm duke shmangur çdo moment pranë Alex Soros, por edhe këtë radhë ai është trajtuar nga ai që e konsideron në konfidencë si vëlla. Nga momenti që në shtëpinë e bardhë është rikthyer Donald Trump, i njohur për përplasjet e forta me perandorin Soros, Rama është munduar të shmang në maksimum jo takimet, por publikimin e fotove me Alex Soros. Rama e ka pozicionuar veten si mik i familjes Trump dhe nuk ka nguruar të flasë për miqsinë e tij me Ivanka Trump dhe Jared Kushner, dhëndrin e presidentit amerikan. Po kështu ai ka zgjedhur të konsiderojë mik të veçantë ish kryeministrin hungarez Viktor Orban, i vetmi në Europë që nxori jashtë Hungarisë Sorosin dhe fondacionet e tij. Po kështu ka zgjedhur të quajë motor kryeministren e Italisë Giorgia Meloni, që përfaqëson një linjë krejt të kundërt nga ajo e Soros, por nuk ka hedhur poshtë kurrë Alexin që e ka konsideruar vëlla. Madje në rolin e një vëllai, ai ishte i ftuar i veçantë në dasmën e Alex Soros dhe për t'u kthyer në takimin e mbajtur në Barcelonë. Nuk ishte si Edi Rama të mos takojë me Alex. Thjesht kryeministri ka zgjedhur që në morinë e fotove të publikuara të mos nxjerrë edhe atë ku shfaqej një Alex duke buzëqeshur, ndërsa qëndronte mes Ramës dhe Daniel Sachs, filantropit suedez i lidhur me fondacionin Soros, një nga mbështetësit më të fortë të linjës së tij në Europë. Në imazhin e publikuar shfaqet Edi Rama, Daniel Sachs dhe Alex Soros në një bisedë drejt për drejt. Nëse nuk dihet se për çfarë mund të kenë diskutuar tre personazhet, ajo që bie në sy është fakti se Alex shfaqet mjaft i kënaqur në shoqërinë e dy miqve të ngushtë. Kjo nuk është era e parë që Soros nxjerr zbuluar Ramën, që prej kohësh përpiqet të mos shpërndajë fotot e takimeve me drejtuesin e fondacionit Soros, teksa është dorëlëshuar në shpërndarjen e informacioneve që tregojnë afrimitetin me familjen Trump.